Brisilda është 9 vjeçe dhe frekuenton klasën e parë në shkollën publike një qershori. Për shkak të një problemi shëndetësor të lindur, ajo nuk mund të jetë si gjithë të tjerët. Shkolla është një sfidë për të dhe familjen e saj. Në klasën e parë ku mëson Brisilda janë 38 nxënës në klasë dhe mësuesja nuk ka asnjë sekond kohë për t'u afruar vajzës që nuk mundet të flasë, nuk mundet të mbajë lapsin dhe përqendrimi fizik e ka të ulët. Nëna e saj Vilma, që ka të dy vajzat me sëmundjen e megacisterna magna, apelon për mbështetje nga ana e institucioneve arsimore. Ju kërkoni mësues të posaçëm? Të posaçëm për Brisilda. Sa ajo nuk më dëgjon mua atje. Ik më thot, mas do shkoj me mësuesen. Mësues nuk i del koha që asaj t'i vi një herë atje, si del koha, se ka shumë fëmijë me detyra përballojë dot. 38. Në bazë të ligjit për arsimin e lartë, fëmijët me aftësi të ndryshme fizike e mendore kanë të drejtë të arsimohen në shkollat publike. Por edhe pse ligji u njeh këtë të drejtë, terreni me të cilën përballen çdo ditë këto familje është i vështirë. Shoqëria dhe shkolla nuk i mbështesin. Vajtëm drejtorinë arsimore, unë dhe mami i asaj tjetrës, na thanë që nuk u lëm dot mësuese për kastile për fëmijët. Ndërsa shërbimi psikolog i shkollës thuajse nuk funksionon, drejtoria arsimore u mbyll dyert prindërve të këtyre fëmijëve. Psikolog ka, po s'vjen fare në klasë psikologu. Unë kam një muaj sa ka filluar shkolla, një muaj gjysmë, vjen atje, shikon Brisilda, po se kam parë një që të merret një orë, ta shoh unë çfarë bën kjo, çfarë duhet bëj, s'është marrë. Se kemi për detyrë ne, po më shumë na kërkojnë letrat shtetis, na kërkon punë. Familja Hushe jeton çdo ditë me dhimbjen e madhe për të dy bijat e saj që vuajnë nga një sëmundje që vjen prej deformimit të sistemit qendror. Brisilda dhe motra e saj 5 vjeçare hasin në dhjetra barriera sapo dalin nga dera e shtëpisë. Vilma apelon për shërbim shëndetësor falas dhe të drejtë shkollimi për vajzat e saj. Unë i kërkoj shtetit që me gjej një doktor të saktë ta di diagnozën e saktë që t'i bie mbrapa, ta di ose të kërkoj dhe të bëj një fëmijë tjetër. Bëj analiza gjëra çfarë duhen bërë. Këtë kërkoj. Unë dua që të më sjellin vajzës mësuese, psikologe, çfarë ta ketë atë nevojshme. Ato dua. Në shkollën një qershori. Dua ta ketë vajza mësuesen të bëj 4 orë tamam.